Pasi Jezusi kishte lindur, ushtria angjëllore e Perëndis ju shfaq disa barinjve në Betlehem. Por barinjtë nuk reaguan me gëzim, përkundrazi me frikë të madhe. Ata kuptuan se njerëzit mëkatare nuk mund të qëndrojnë para Perëndis së shenjtë, por pikërisht aty u ngjilën ndërhyn, kur engjeli thotë: "Mos kini frikë. Ja, po ju sjell në lajm të mirë, një gëzim të madh për të gjithë popullin. Sot, në qytetin e Davidit, ju ka lindur një shpëtimtar që është Krishti Zot." Gëzimi nuk vjen duke mohuar mëkatin, por sepse shpëtimtari ka lindur. Prindërit nuk kishin pse të friksoheshin, sepse mëkatet e tyre ishin pajtuar. I njëjti premtim vlen edhe sot. Gëzimi i madh lind aty ku pranohet falja e mëkateve. Gëzimi krishter nuk është optimizëm sipërfaqësor. Ai lind nga hiri. Ai thot: "Jam i shpëtuar pavarësisht që çkaje. Dhe për këtë arsye mund të gëzohem, edhe kur jeta është e vështirë."